Mirëmbrëma, tashmë është e konfirmuar. Droni që goditi në Galati, pra në Rumani, është një dron rus dhe gjithë Evropa është ngritur në këmbë. Madje gjithë NATO është ngritur në këmbë, sepse një ngjarje e tillë nuk duhej të ndodhte. Le ta diskutojmë sepse disa vuraren, disa shkrime që lexojnë që kjo është vetëm një nxitje. Të tjerë thonë që e kanë me Rusin kur thuajnë që nuk duhej të ndodhte një fakt i tillë dhe tani jemi në, le të themi, më pranë luftës. Mos themi që po rrezikohet, por jemi më pranë luftës. Në fakt edhe Mendelejev u shpreh që le të themi politikanët se më erdhi të thoshja pronarët, në fakt politikanët tuaj, thot Mendelejev, pra e ka fjalën për Evropën, janë në luftë me ne. Dhe unë do të diskutoj me ju në radhë parë një kush është rasisht nëse nuk e ka brende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë doja t'ju pyesja juve, por nuk ka ndodhur e njëjta gjë që ndodhi edhe në Arabinë Saudite, pra nga Irani shkuan drone në Dubai. Dubai nuk u ngrit në këmbë, nuk u qua bota që të thoshte pse po luftojnë kundër Dubait. Nuk u qua, apo jo? Unë e përsëris si gjithmonë nuk dua të jem me askënd, unë dua të jem asnjënës, por janë pyetje që dua t'ju bëj juve që t'ju ngacmoj. Pra, ajo që ndodhi edhe në Turqi, sepse edhe një dron shkoi në Turqi nga Irani. Pse nuk u ngrit Turqia në këmbë, ose pse nuk u ngrit bota në këmbë, thoshte që si është e mundur që Irani shkoi me dron drejt Turqisë. Pra, pse nuk duhet dhe pse duhet të bëhet kaq e madhe kjo, pra kjo që ndodhi në Rumani. Vorderline e ka shpallur një moment kritik, pra një ngjarje vërtet kritike që mund të çojë NATO-n drejt një përplasje me Rusin. Pra, thënë në një situatë të tillë që edhe situata është shumë drastike, është shumë e rëndë. Dhe tjetra që doja të thoshja, para pak javësh në një fjetim të Ukrainës, ku sot është pjesë e Rusisë, sepse ka një pjesë të madhe tani të territoreve të Ukrainës që i ka marrë Rusia dhe i kontrollon ato, ndonse gjithë Ukraina ishte e Rusisë, por megjithatë, këto kohët e fundit që kur ka filluar lufta deri tani, janë disa zona që i ka përvetësuar, le të themi, Rusia. Dhe një nga këto zona, aty ku ishte ajo fjetina e tyre studentëve, vran 21 student. Dhe në këta 21 student që shkuan 16 drone për të ekzekutuar 21 student ku 39 prej tyre ishin të plagosur, shkuan natën, në orën 3 të natës. Dhe u zbulua që këta drone ishin nga Ukraina, pra ishin Ukrainas, nuk ishin Rus. Dhe pyetja e parë është, po sikur, sepse vetë Vladimir Putin tha, le të bëjmë një hetim, të hetojmë nëse kjo është e vërtet që e kemi hedhur ne ose jo, ndonse nuk ka qenë kurrë intencionale. Me fjalë nuk është se e kemi bërë të qëllimshëm, por megjithatë, edhe sikur ai thotë, "Ok, le të bëjnë hetime." Nuk kanë pranuar që të bëjnë hetime, po pse? Për çfarë arsye? Pra, kush e nxit këtë luftë dhe pse duan luftën, sepse kjo na bën më shumë kurioz. Përveç vendit, dakord, vendin kërkojnë gjithsekush kërkojnë sepse thonë, "Ok, Ukraina kërkon autonomi dhe ne duam që ta ndihmojmë, thot Evropa apo bota." Dakord deri këtu. Por pse duhet të nxitet lufta? Sepse gjatë luftës vriten njerëz, vdesin me mijëra njerëz. Dhe ky është problem. Pra, problemi kryesor është që vriten fëmijë, vriten familjar, vriten si mund të quajnë, të pafajshëm. Pse duhet të ndodhë? Pra, kush e nxit që të ndodhë një gjë e tillë? Megjithatë, në një konferencë stampe të Bashkimit Evropian është bërë e ditur njëkohësisht edhe është vënë në dukje që situata është shumë e ndërlikuar. Pra, jo vetëm në rrezik, por shumë e ndërlikuar. Sepse nëse mbani mend, kemi folur për një shumë të madhe që do të jepte Bashkimi Evropian Rusisë, Ukrainës, por jam I lodhur. Sot kemi punuar dhe më falni, edhe ikën në një se aq është truri. Dhe po thoshja, do japin Ukrainës rreth $19 miliard, kështu është vendosur, mirë po nuk po I gjejnë
fillimisht janë dhënë $9 miliard, dhe tani $9 miliard nuk janë gjë e vogël, nuk e di më kuptoni apo jo. $9 miliard për një vend për shembull si Tazëm, për shembull si Shqipëria, do të rregullojë për shumë vjet, apo jo? Me 9 miliard, sepse është vend i vogël dhe popullat e vogël. Dhe doja të thosha me këtë, çfarë interesi ka von der Leyen ose Evropa që të ndihmoj, kur me fjalë të ndihmoj Ukrainën, kur ndërkohë dhe vetë Evropa ka probleme të mëdha, ekonomike, shoqërore, dhe edhe politike janë, sepse po ta shikoni, për shembull, Shqipëria është lënë në mshirën e fatit. Ka vite, po ta shikoni, nuk krahasohet kurrë Ukraina me Shqipërinë. Kurrë nuk mund të krahasohet. Qoftë nga potenciali ekonomik, qoftë nga kufit, qoftë nga pasurit e vendit, nga çdo gjë. Mos themi pastaj nga bukuria. Dhe pyetja është, por dreqi e mori. Shqipëria ka vite që është në zemrën e Evropës dhe kërkon me ngulm, me dashje që të shkojë në Evropë, me gjithë këtë infrastrukturë që ka krijuar, me gjithë këtë, si mund të themi, këtë curi të madhe që ka bërë, pse kjo diferencë e madhe që duan Ukrainën dhe nuk duan Shqipërinë? Pra ku qëndron problemi? Ku është problemi? Ju sipas jush, ku qëndron problemi? Sepse duhet të ketë një problem. Pra Shqipëria nuk i përmbush ato kriteret. Po mirë mo, i përmbush ka Ukraina që po vdesin për të ngrënë, vdesin urije, vdesin dhe para pak kosh, por tani vdesin akoma më keq urije. Pra kjo nuk më bind, nuk e di. Ka diçka pas kësaj, me fjalë nuk mund të jetë vetëm kjo. Për sa i përket le themi popullatës ose vendit. Diçka më e madhe duhet të ruhet atje brenda. Pra, unë them që kjo ka të bëj vetëm për të shënuar kufit. Kaq. Me fjalë kufit gjeopolitik. Për mendimin tim, s'ka zgjidhje tjetër, sepse kjo të bën të vendosh. Sepse bëra një krahasim që është më se korrekt. Me një fjalë, Shqipëria, Ukraina. Shikoni dy diferenca gjigande. Ukraina që është nga njëra anë që është bërnut, është coptuar, është bërë cop-cop, dhe nga ana tjetër shikoni lulëzimin e madh që ka bërë Shqipëria. Dhe vazhdohet ende me fjalë që të cënohen disa relata, se për shembull tani me Rumaninë, saqë Rumania u detyruaj që të therras ambasadorin rus dhe të diskutojnë për sa i përket dronit që ka goditur në një qytet të Rumanisë. Dhe unë them që ky lloj droni ndoshta nuk do zgjidhet kurrë, po unë them që nuk mund të ketë qenë rus, mendimi im. Megjithatë mund edhe të ndodhë, sepse janë të programuar. Nuk është se shkuan atje me fjalë që të themun, por është i programuar. Çdo dron është i programuar dhe programi mund edhe të ketë probleme. Mundet edhe mos të ketë qenë fare, pra të jetë pjesë, gjoja të ngjasoj, por ta ketë hedhur dikush tjetër. Tani nuk e di. Megjithatë, ajo që doja të vjen në duke këtu është problemi i situatës. Situata jo vetëm mes Ukrainës dhe Rusisë, por mes rajonit të gjithë dhe ndoshta jo vetëm Evropës, por edhe gjithë botës. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Natën e mirë.